Vekos. Për parkete, Floreco nga Veko, zgjedhja juaj e vetme. Ky emision mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të sfidimit të kulturës së pandëshkueshmërisë. Faktet apo të dhënat që publikohen gjatë emisionit nuk shprehin mendimin apo pikpamjet e donatorit. Mirëmbrëma, përshëndetje miq të televizionit Alpo, mirë se erdhët në emisionin e mbrëmjes së sotme dritare. Sot do të flasim për shqetësimet tuaja të nderuar teleshikues. Do të flasim për Gjirokastrën në aktualitet. Do të flasim për gjitha ato shqetësime të cilat dashur pa dashur janë bërë pjesë tashmë e emisioneve tona për shkak se në të gjitha edicionet informative të lajmeve ne po përcjellim ato që juve në të vërtetë thoni, shqetësimet tuaja në jetën reale. Për të biseduar për këtë kam të ftuar mbrëmjen e sotme në studio zotin Aristotel Petro, administratorin e televizionit Alpo. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Të nderuar teleshikues, për të bërë pjesë e emisionit, patjetër që edhe juve do të jepni mendimet tuaja në lidhje me gjendjen aktuale të qytetit të Gjirokastrës, për problemet që ju shqetësojnë. Për këtë, ju ftoj të telefononi në numrin e telefonit afishuar në ekran, gjithashtu mund dërgoni dhe opinionet tuaja nëpërmjet mesazheve, ne do t'i lexojmë të gjitha ashtu siç vijnë. Ndërkohë që ju ftoj të bëheni pjesë qysh në fillim, sepse telefoni është gjithmonë në dispozicionin tuaj. Do të vijoj bisedën me të ftuarin e mbrëmjes së sotme, zoti Petro. Në radhë të parë, ç'po ndodh me qytetin e Gjirokastrës? Pse është bërë kaq e vështirë jetesa këtu në këtë qytet? Po, në Gjirokastër shikojmë jeta nuk po ecën në ritmin e dur. Çdo ditë po bëhet më e vështirë për njerëzit si pasojë e mos rakordimit të qeverisë me rregullat e punës dhe të pushtetit lokal, do të thoshja. Dhe pushteti lokal ka një peshë goxha të madhe në mbarvajtjen e jetës së qytetit. Mirë, po pa dashur që të fokusohen vetëm tek pushteti lokal ose tek qeveria, një faj të madh unë mund t'i vija dhe sistemit dhe mënyrës se si po zhvillohet jeta në Gjirokastër dhe jo vetëm Gjirokastër, por në gjithë Shqipërinë. Është fakt që ne kemi 25 vjet që kemi kaluar në një sistem tjetër nga sistemi që kemi qenë dhe shumë njerëz ndjehen nostalgjik për sistemin e kaluar për faktin sepse dikur edhe pse ishin të mbyllur, ishin më të sigurt, ndiheshin më mirë me pak. Ishin gjithë barabartë. Ishin të barabartë, vërtet kishin pak, po kishin ato që u nevojiteshin. Kurse sot po ndodh diçka tjetër. Rëndom po shohim që korrupsioni është bërë si metastaz dhe ka zënë çdo lloj sektori të jetës, e ka okupuar, e ka zënë që nga kreu i shtetit e deri tek instancat dhe të zyrat më të fundit të çdo lloj zyre institucioni që funksionon në shërbim të qytetarit. Është bërë, domethënë si e modës tash që kushdo që fiton pushtetin në Shqipëri mundohet ta shfrytëzojë në shërbim të vetes, mundohet ta mbajë këtë popull sa më të lidhur, sa më të varur, me qëllim që kur të vi koha e votimeve, këta njerëz të gënjehen me pak lek dhe të shesin dhe votat e tyre t'ja u japin atyre që ju afrojnë në një gjë të vogël ose diçka në kompensim të dhënies votës. Pra ky është një handicap shumë i madh i cili po e mbyt jetën në Shqipëri. Njerëzit, siç e shikoni, mundohen, largohen, nuk gjejnë shpresë as jashtë as brenda, domethënë është një gjendje serioze e stresit, domethënë një gjendje super stresante e njerëzve. Aq sa largohen zoti Petro, aq edhe kthehen. Për shkak edhe të pamundësive të vetë vendeve ku ne qytetarët shqiptar drejtohemi jashtë shtetit. Po nuk janë vetëm pamundësitë, po janë dhe disa rregulla të cilat i ka Europa për emigrantët, të cilët kërkojnë punë. Edhe shpresa për në Gjermani duke se shuar sepse janë kthyer shumë shqiptar. Po kthehen shumë njerëz sepse çdo gjë ka kushtet e saj, çdo shtet që të presi ka kushtet dhe mënyrat e saj të cilat nuk përshtaten me jetën që ne kemi bërë ose bëjmë me natyrën tonë të jetesës, e kupton?
duhet të dish gjuhën e vendit ku je, duhet të mësosh, duhet të kesh nuk duhet, domethënë ka ca rregulla të cilat ndoshta kritere që ndoshta edhe unë si di aq mirë, por që janë këto kritere të cilat nuk e bëjnë të mundur jetesën për një kohë të gjatë në shtetet e tjera. Zoti Petro, kanë qenë më të lumtur qytetarët shqiptarë gjatë periudhës së komunizmit? Në qoftë se e krahasojmë me periudhën e tanishme, mund të them që kanë qenë më të pastresuar, domethënë. Nuk mund të thuash që ka pas në jetë të pasur luks e kështu, nuk mund të thuash, jeta ishte e barabartë pothuajse për të gjithë, pothuajse të gjithë vishin të njëjtat veshje, të njëjtën modë ndiqnin të gjithë, domethënë me mënyrën e jetesës, por që ama duhet të thonë që kishte siguri, kishte shëndetësi, kishte çdo lloj gjë që nevojitej një familje për të zhvilluar një jetë normale. Shteti të pajiste me punë, nuk të linte asnjë sekond pa punë, domethënë, mbaroje shkollën. Edhe ata që s'mbaronin një shkollë futeshin në punë apo jo? Futeshin direkt në punë. Kishte punë dhe nuk merrje një rrogë, domethënë, duke punuar, duke bërë një punë që të përshtatej ose një punë që ishte detyruar ta bëje nga shteti, domethënë. Ndërkohë që sot po vërejmë të kundërtën, njerëzit kërkojnë punë dhe nuk mund të futen nuk mund të gjenë një punë, nuk mund të asigurojnë atë, për arsye sepse shumë nga sektorët e punës ose nga punët publike që kanë qenë dikur nga fabrikat, nga uzinat apo nga ndërmarrjet që dikur funksiononin, sot nuk funksionojnë më. Ne kemi thënë dhe në emisionet të tjera që shkatrimi i ekonomisë shqiptare ka sjell, ose decentralizimi ka sjell një papunësi të madhe edhe tek njerëzit, domethënë. Duke qenë se jemi këtu dhe po flasim për papunësim, për problemet në tërësi të Gjirokastrës, unë do t'i ftoja të gjithë qytetarët të ndjekin një insert që ne kemi përgatitur, do të rikthehemi sërish në studio për diskutuar për Gjirokastrën dhe aktualitetin e saj. Mos u largoni, ndërkohë që mund të bëheni pjesë edhe emisionit. Është dram që të shohësh një qytet si Gjirokastra që do mund të jetojë vetëm me turizëm, pa asnjë lloj kokçarje, ku turizmi botëror do të mund të ishte një rezidencë më vete, aty ku çdo banor do ndjej me fat që frymë merrte në këtë qytet, edhe për merit të Kadares që avizatoi aq mjeshtërisht botës në kronik në gur, sepse dhe njerëzia, ajo që endet sidomos rrugëve hyrëse të qytetit, në kërkim të diçkaje ose asgjëje, shumë pak lidhje ka me nurin e motshëm të qytetit. Si do të ishte Gjirokastra nëse nuk do t'i përkiste Shqipërisë, që nuk kryet herës përsërisim të njëjtën gjë, që Gjirokastra është një destinacion i rrallë turistik. Por çfarë e bën vërtet rrallë qytetin? Vallë struktura arkitektonike e ngrehinave të shkuara, aftësia e banorëve për turizëm, puna e pushtetit lokal, a mos vallë historitë lokale, apo thjesht se është vendindja e liderit komunist Enver Hoxhës dhe një shkrimtari me famë ndërkombëtare si Ismail Kadare. Në fakt, banorët dhe njerëzit kënaqen me fjalë. Ky qytet është braktisur dhe rrënuar për vite të tëra. Jashtë se çka thën kryeministri i vendit gjatë vizitës së fundit në Gjirokastër. Në fakt plagët e Gjirokastrës janë të mëdha, aq sa faza e reanimacionit. S'ka filluar fare. Ky rënim do të marrë fund. Gjirokastra një nga qytetet e rrallat e Europës. Kjo pasuri e jashtëzakonshme me zgjuarësi dhe investimet e duhura mund të kthehet në burim mirëqenie. Varfëria dhe papunësia në Gjirokastër janë sot në nivele të patolerueshme. S'ka asnjë arsye që me punën e dur dhe kohën e dur, Gjirokastra të jetë një vend me punësim të plot dhe pa asnjë të varfër. Premton Rama, që skursehet fare në optimizmin bosh. Për hir të së vërtetës, të marrë dori gjithë kjo punë duhet që puna të fillojë me angazhime në projekte afat shkurtra, ku dora të duket me njëherë, dhe pastaj puna të vazhdojë dhe me projekte afat gjata. Por çfarë po ndodh aktualisht në Gjirokastër? Qytetarët çdo ditë ankohen për një qeverisje vendore gjithmonë më të keqe. Kam rreth 18 vjet këtu, vijnë, marrën votat, 63 vjeç burr, pa punë, pa gjë familjarisht, vijnë i kërkojnë votat, u japëm, po për popën s'bëjnë gjë. Urdo, që nga rjetet elektrikë këtu, janë si rjeta me rimangave i thomi ne, kjo në dimër këtu të frije të bjerë nuk shkon do të në vete, se këputën tel, pra, ja, me skupira, pa kosha, pa gjë. Pilot. Do bëjmë këtë. Në ratë parë sa për punësimin. Kja asgjë. Unë jam veti 6.
me nufse, me dje, me grua me vetë, papo, ku ha. Nuk me ndon njëri, i kam vatë 4 herë në shki. Kam trokit në derë, shtë të bëj, s'kam ku të fut në punë. Ja, kjo është për qelja. Premtime plot, e gjë jo. Shtë sot. Humbur ju besimin? Besimin në 100%. Kështu si e ka nisur, këta do të bëj reforma në kurisë të popullit. Bëjnë reforma, po jo kështu. Janë premtuar, po nuk bëhet gjë. Për ndryqim natën, po thënë kokën. Bashkia kanalet i hapi va 1 muaj, nuk janë mbyllur akoma. Balta në xhate është bërë që e marrin për tërë me këpucë të çemin për shpira. Plerat atje një në 4-5 ditë i ngarkojnë, i shkarkojnë. Ja këto janë shqetësime, drita natën këtu, një neon dizet në fund e një në krye. Premtimet po të vjetë prapë Zamira, mbase do t'i mbaj, se për këtë rallë nuk i kam mbajtur. Do me thënë, më mirë ka qenë situate në pashme, pensionen arrit e shindyer në vitet e gjitha, tani neve ngritëm duar dhe s'kemi asë një. Kemi pato pensionin që nga ka lënë Sali Berisha, se asë një tjetë nuk kemi. Në një privilegjim, ne pensionistët vemi marim ilaçe të s'ka duara. Unë kam punuar mjekësi, 50 vjetë mjekësi, nuk kam një privilegjim. Vete në spital, nuk më lë njerë të brenda, më lënë atje jashtë, si qëni. Këto të reat janë fare pa edukat. Neve kemi qënë një sistemi mrekullueshëm dhe i respektonim të njerëzit, i donim. Ama këta sot janë bërruqër të gjithë, këta duan vetëm para. Në spitala, në çdo gjë është korrupsion i gjallë. Dhe për ne pensionistët nuk po vetë asnjë mirë nuk shikojmë. Po nuam si qëni në kone në verit, lam kockat në për puna dhe asnjë privilegjim nuk kemi. Edhe në lagje mizeri, s'ka asnjë rregullim asnjë gjë, po njerëzit janë pensionistë, duan të dalin të një çik atje, nuk ka asnjë gjë, asnjë stole bëri flamur bimia këtë, mirë e bëri, i shtroi bëri me çimendo, çdo. A s'kemi një privilegjim në pensionistët të dalim në darkë, të ulemi të rrim atje, të bëjmë në një gjë, i që gjë, asë një gjë mirë se shkëtu për mua, s'është asë gjë. Nuk jam fare e kënaqur. Këtu nuk ka asë vend për të argëtuar fëmijët, asë gjë normale për fëmijët. Këtu nuk ka kopse normale për fëmijët, jam të ketë parë. Ja, kjo është një lojë që ka që madhe dhe nuk e ku të dërgosh fëmijën. Kalem në rrugë, ishte makina. Kam një gjë, ata vinë herë pas here i heqin, nuk jam në kundërshtim. Problemi që ndronë që atje ato kazanët janë të kalbura. Edhe punëtorët e kanë shumë të vështirë, se unë kam qenë punëtor vetë, ti ngarkojnë një maqinë. Të ndrojnë ato kazanët, kanë punuar këta pastruan këto gurët e këto, na i lanë këtu. Ti e gjithë e këto, se në vend, ato jo që të lënë kalamajt, kalamajt tani vritën në ato gurë. Në ato kanë bërë këtë rrethin këtu, ka dhe një kënd atje që po të gjithë ato gurët, edhe këtu e kemi reguar vetë më një 3-4 pisha, të në vëndi stola. Nuk duan një tjetër, ne plejt. Po tani, këtu rinë bëjnë se i distola, nuk u kërkojnë kalara. Në Gjirokastër ka humbur ajo që quhet frym. Vendasit ikin, shtëpit braktisen, të rinjtë nuk e shohin për asfar të ardhmen e tyre në këtë qytet. Mbushur me dyqane, ngado që të hedhësh syt, pas qirë me jetë kulturore. Gjirokastrës i mungon tashmë krenaria e qytetarëve të saj dhe vlerat për ndërtimet e për historinë e qytetit. Nuk mund thjesht të mbahen tashmë me historitë e Kadares, por duhet shumë e shumë më tepër për shtatje me kohën e re. Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar teleshikues, pasi ndodhet që vetëm një pjesë fare të vogël të gjitha atyre që ne kemi transmetuar gjatë javës, problematikave që vetë ju i keni shprehur. Ndërkohë, zoti Petro, qytetarët në fakt po reagojnë. Gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi parë që shumë prej tyre kanë folur për mikrofonin e televizionit Alpo lidhur me shqetësimet e tyre. Nga ana tjetër shohim edhe një menefregizëm, nëse do ta quajmë kështu, të organeve shtetërore këtu në Gjirokastër, të pushtetit vendor në përgjithësi. Ne kemi bërë shpesh ftesa, madje janë dhe shumë qytetarë të cilët pyesin që pse nuk ftoni. Në fakt ne ftesat i kemi dërguar, bashkërisht kemi biseduar me thuajse të gjithë dhe çdo ditë të premteje, të nderuar qytetarë të Gjirokastrës, ndodh që drejtuesit vendor në Gjirokastër ose sëmuren ose shkojnë jashtë qytetit Gjirokastrës. Megjithatë, ne këtu do t'ja lëmë kohë sepse ftesat janë gjithmonë të hapura, ne këtu do t'jemi, nuk do të ndalemi, gjithmonë do të shprehim shqetësimet tuaja. Ky është misioni i Alpo Televizion. Zoti Petro, i kthehem sërish pyetjes. Po, nuk është problemi se ne nuk kemi bërë ftesa apo kështu, po mirë, po problemi qëndron që kryetarja e bashkisë jo vetëm që vetë nuk denjon të na kthejë as përgjigje, pa le të vinë në studio, por bën dhe blokad për çdo person
që ne i drejtojmë, nëse ne i drejtojmë një zyrtari tjetër apo kështu, ajo nuk e lejon që të vinë në studio kategorikisht. Dhe arsyet sipas mendimit tim janë vetëm një është arsyeja. Në qoftë se ajo nuk ka bërë punën për të cilën është ngarkuar, nuk ka se ç'të thotë dhe nuk ka se si të përballet me qytetarët. Dhe mos përballja me qytetarët e bën atë që të mos vi. Dhe kjo është një papërgjegjësi shumë e madhe për mendimin tim. Kështu do ta perceptoja unë. Ndërkohë që nga ana tjetër edhe qytetarët ankohen në lidhje me kryetarin e bashkisë që nuk i pret në zyrë, madje e pat dhe në insert, i kemi shkuar disa herë, thonë edhe nuk na pret, na përcjell sepse janë bërë shumë premtime gjatë fushatës elektorale. Gjatë kësaj jave ne i kemi njohur qytetarët me fare pak nga ato çka janë premtuar, ndërkohë që arkivi ka shumë e shumë të tjera. Shikojnë Tjola, pozicioni kryetarit të bashkisë është një përgjegjësi shumë e madhe. Që të marrësh këtë detyrë në përgjegjësinë personale tënde, duhet që të jesh domosdoshmë i ndërgjegjshëm për atë çka po bën, sepse në radh të parë duhet të jesh human. Nuk është vetëm puna e humanizmit, por ke në dorë jetën e qytetarëve të këtij qyteti që kanë dhënë votën, ke në dorë jetën e 30.000 apo 40.000 sa është bërë, 48.000 është bërë tash se u shtua u futën edhe fshatrat, ke në dorë jetën e 48.000 qytetarëve. Nuk mund ta shpërdorosh atë. Në fund të fundit nuk mund të shkatrosh jetën e këtyre qytetarëve sepse duhet të presim tash, prisë se s'kan kaluar 6 muaj, prisë se s'kan kaluar 1 vit, pa të fillojmë ne të punojmë, siç po shprehen shpesh domethënë, dalja se tani e kemi marrë, nëse e merr bashkinë, nëse bësh e ulesh në atë karrige, fillon që ditën e parë, i jep drejtim punëve që ka kjo bashki, i jep drejtim problemeve që ka ky qytet. Nuk do bënde të ranjergji, po ama fillon dhe i bën disa, dhe tregon njerëzve që ne kemi një shprehje, zoti Petro. Ne shqiptarët kemi një shprehje, dielli duket që kur lind. Po. Dhe mirë, duke qenë se nga inserti, mua më ngacmoi vetëm një pjesë. Si do të ishte Gjirokastra nëse nuk do të ishte në Shqipëri? Gjithë ky qytet me këtë pamje majgjepsëse. Shiko, nëse një qytet si Gjirokastra do ishte në një qytet në Gjermani bie fjala, gjermanët do ta kishin si mburjen ose si nderin më të madh që kishin një qytet si Gjirokastra. Dhe jo vetëm që do ishte një qytet model ku nuk do kishte asnjë defekt apo asnjë lloj keq shkuarje në këtë qytet, por do ishte edhe kemi një telefonat? Do ishte edhe një nga regjia? Po. Alo? Pra, vazhdo. Kemi një telefonat në rregull, të më konfirmoj regjia sa po të jetë gati? Shiko, pra Elam, nuk do ishte pra vetëm një... Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zonjë. Po, ju falenderoj që morët në telefon edhe... Jo, është në të gjithë mirat. Falenderit edhe unë juve. Problemi tim që ndronë këtu. Po. Më dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë, zonjë. Kush jeni dhe nga telefononi? Nga Gjirokastra, nga cila lagje? Më dëgjon pra? Ju dëgjoj shumë mirë, po. Unë jam pra, jam kra për kra me shkollën e Valares, kra për kra. Po. Të vjetërës. Shkolla e vjetërës Valares. Po. Të pushja sport. Po. Familja e fundit jam unë. Gjithë ka sove të baktime, do më thënë 10 metro i kam në porta ime, do më thënë që unë nuk në gjithë të fëmijët e mi, do më thënë jam me t'i 5 i smurë, si ja aferuar me dhe vluaja dhe të 3 fëmijët që kam linur në zoti janë të smurë. Nuk ka vendor njëri as për fisleket dhe as për kasove të dëmbe. Kuptom drejt plasë, do më thënë tamam, me respekt dhe me gjithë shka njërzor. Zotri, trajtojnë i mendim sociale? Dhe, plus djali do më thënë që ka 2 fëmijë 2 vjeqë, një 10 mëjsh dhe një 2 vjeqë gjysëm. Merrni ndonjë ndim nga shteti, zotri? Do më thënë dhe në për pisleke, do më thënë që i dhe gjitha gjirat me dorë. Merrni ndonjë ndim nga shteti, zotri? O zë? Merrni ndonjë ndim nga shteti? Trajtojnë i mendim sociale?
Se nuk më dëgjohesh, nuk po të dëgjoj shumë. Merrni në ndihmë sociale, thot gazetarja. Trajtojeni me ndihmë nga shteti? Unë jam me numrin e telefonit dhe me gjë ku të duash, domethënë jam në Ju falenderojmë. Në rregull. Në fund të fshatit. Në rregull, zotëri, në rregull. Në rregull, do të mbajmë Krah me shkollën e mjetës e fusha e sportit. Ju falenderojmë, do të mbajmë shënim numrin tuaj dhe do t'ju kontaktojmë gjatë ditëve në vijim. Me çik numrin e telefonit? Po, patjetër. Do t'i lutesh Regjis që falenderoj. Do t'i lutesh Regjis që t'i nxjerrë telefonatën pasi të kemi mbaruar bizeda e temës. Mund të rim pak në pritje 2 sekonda sa të mbaroj fjala që kemi nisur dhe pastaj i nxjerr në linjë. Atëherë. Po thoshim për Gjirokastrën nëse do ishte në Gjermani. Ne sigurisht që dihet që Gjermania është një shtet model edhe ose qoftë edhe një shtet tjetër, po të ishte jo Zvicra, jo dihet që se si do t'i mirëmbajnë ata. Problemi nuk është se si do t'i mbajnë. Problemi është që pse nuk i mbajmë ne këto qytete që i kemi dhe nuk po i vlerësojmë dhe nuk po i tregojmë vendin që kanë, domethënë turistëve apo dhe të huajve të tjerë që ta bëjmë si sitë turistike të vizitueshme. Gjithë problemi qëndron tek keq funksionimi i sistemit. Në qoftë se ky sistem vazhdon të funksionojë kështu siç po funksionon, natyrisht që edhe këto vlera që kemi po shkatrohen. Nuk mundet që një shtet si Shqipëria edhe një qytet si Gjirokastra që ka mbi 10 kala në kufirin e saj, që ka këto vlera të mëdha të kulturës, që ka këto vlera të mëdha të historisë dhe të arkeologjisë, nuk mundet që të lihet e pa motivuar, e pa reklamuar, nuk mundet të vi dikush tjetër që nuk e di se çka këtu. Por që të vi turisti duhet të gjej edhe kushtet në të cilat të kaloj këndshëm apo të... Çfarë i ofron Gjirokastra një turisti? Gjirokastra nuk i ofron më shumë se 2 orë 3 orë kalim, një kalim. Sepse këtu sitet turistike nuk funksionojnë. Gjirokastrën që ta vizitosh ashtu siç duhet, do t'i duheshin të paktën një turisti, do t'i duheshin të paktën minimalisht 3 ditë. Sepse Gjirokastra nuk fillon vetëm nga qyteti këtu, po nga Kalaja dhe përfundon aty. Por ka edhe zonat e tjera përreth, që nga Jorgucati, nga Ivari që është gjetur aty në anë të rrugës, që nga Adrianopoli, që nga Antigonea, që nga Labova e Kryqit me kishat e saj, që nga kalat në Shëndriall, në Libohov, në pra një sër e sër vendesh për të vizituar. Në Zhulat, ka shumë vende të cilat jo vetëm që nuk po mirëmbahen dhe nuk po bëhen site turistike, por po lihen të degradohen, po shkatrohen. Në Gjirokastër nuk ke një muze ku të gjithë artefaktet, gjithë ato gjërat e arkeologjisë, dokumentat po të nxjerra, të grumbullohen edhe të vijen aty. Për shembull, po të vesh në muzet e botës, do shikosh që muzet janë me qindra metra të gjata, domethënë me madhësitë e stadiumeve dhe më shumë, sepse aty tregojnë historitë jo të vendit të tyre, sepse po tregojnë dhe historitë e botës. Për shembull, po të vesh në muzeun e Anglisë, gjen gjithë Egjiptin aty. Gjen arkifakte dhe fakte edhe nga Ballkani, edhe nga vendi tonë, gjen nga çdo lloj vendi, domethënë nuk gjen vetëm nga në Anglia. Kështu që një muze, ne mund ta bënim një muze të vizitueshëm Gjirokastrën, nëse do kishim pra këto vlera, këto sende arkeologjike të gjetura, do t'i kishin të mbledhura në një muze të tillë. Mirë, por çfarë ndodh? Këtu dhe ato që ishin, edhe ato kanë humbur, janë vjedhur, janë shkatruar në një farë mënyre, me qëllim apo pa qëllim, kjo mbetet për tu a do të ketë ndonjë reflektim, zoti Petro, për gjitha këto që po humbasin gjirokastritët? Do të vinë një kohë kur vërtet do të mendojnë se çfarë po i bëjmë ne qytetit?
Dhe çfarë po i bëjnë drejtuesit qytetit? Sigurisht, kjo është një gjë, është njësoj sikur në shtëpinë tënde ta nxjerrësh në ankand ose të shesësh sendet e shtëpisë e ta lësh shtëpinë bosh fare. Kjo është. Kështu është që bashkia duhet parë dhe Gjirokastra duhet parë nga kreu i bashkisë si një siç bën ekonominë e shtëpisë së vet në shtëpinë që nuk i mungon asnjë orë ndi asnjë sent, kështu do ta ketë edhe bashkinë, duhet ta trajtojë sikur e ka familjen e vet, nuk do ta shkatrojnë këtë qytet, domethënë. Duhet të kujdesen njësoj siç kujdesen për shtëpinë e vet, për familjarët e vet, duhet të kujdesen edhe për qytetarët e tjerë. Po. Ndërkohë, për gjithë këtë situatë, ka ndonjë zgjidhje? Zgjidhja është ndërtimi i një sistemi të duhur për të bërë gjën e duhur. Nëse ne vazhdojmë me këtë lloj sistemi ku pandëshkueshmëria është diçka që është në modë, domethënë, që kushdo që bën një vepër që është për të ndëshkuar dhe nuk dëshkohet, nuk po flasim vetëm për gjyqtarët, por po flasim edhe për zyrtarët e tjerë të cilët kanë në dorë zhvillimin e këtij qyteti dhe normalitetin e jetës tu, të cilët pas atyre veprimeve që bëjnë nuk ndërshkohen dhe duke mos u ndërshkuar vazhdojnë të bëjnë përsëri korrupsionin që kanë bërë duke shkatruar çdo gjë që ka ky qytet, që nga pyet, që nga keqpërdorimi dhe administrimi i çdo lloj institucioni tjetër që është në Gjirokastër e kështu me radhë. Në rregull, unë do të vijoja në fakt me leximin e mesazheve të para që kanë mbritur në numrin tonë të telefonit, vijoni të dërgoni dhe të shkruani, gjithashtu dhe të telefononi në numrat afishuar. Do të vijoja më njëherë me leximin e mesazhit të parë. Numri me 242 na shkruan: "Mirëmbrëma, ju përshëndes dhe ju uroj për emisionin. Ju falenderoj që jeni i vetmi televizion këtu në Gjirokastër të paktën që na jepni mundësinë të flasim. Jam banore e lagjes punëtore. Sigurisht që gjatë fushatës elektorale këtu u premtua shumë. E jani të shikoni se si është ka ta ndisur kjo lagje. Si mos më keq, jemi pa punë, burrë e grua dhe 3 fëmijët. Një djalë të sëmur, jetojmë si në mesjet, thot. Një mesazh, ndërkohë që do të vijoja me leximin e mesazhit tjetër, numri me 134 na shkruan: "Mirëmbrëma, përshëndetje, uroj për emisionin. Çfarë do të bëhet me rinin? Shpresat kanë humbur. Nuk ka asnjë vend pune, thot, edhe nëse shkon tek zyrat e punës, ka vende vetëm për ata që kanë mbaruar 8 vjeçaren, pra që do të thotë pastrues dhe profesione të tjera si këto. Ndërsa për ne të diplomuarit, edhe pse kemi mbaruar shumë mirë në fakultete me bachelor dhe me gjitha të tjerat, kemi ngelur pa punë dhe sorollatemi gjithë në kafeneve." Nuk ka se si të ketë punë për njerëzit që mbarojnë shkollën, sepse dihet që vendi i punës është bërë tender këtu. Vazhdon, ka qenë dhe është ende akoma tender, sepse që të vesh një vend pune, ose duhet paguash, ose duhet jesh militant i X partie. Madje, edhe në qoftë se je i aftë edhe thua një të vërtet që partisë i thumbon, atëherë je i pushuar automatikisht nga puna. Ky është një fenomen negativ që po ndodh dhe kjo është një ndrydhje jo vetëm e jetës, po ndrydhje e çdo sektori tjetër, domethënë. Në fakt, edhe në institucione shtetërore a detyrohen nënpunësit që t'i binden urdhrave të partisë? A janë ata të obliguar të bëjnë atë që i thot partia? Mos ta bëjnë po duan, se ikin dhe na puna. Partia vazhdon një udhëheqje dogmatike në jo vetëm Gjirokastër, po siç po shohim gjithë Shqipërinë, se gjithandej kjo rrymë dhe kjo frymë është futur. Çfarë është udhëheqja dogmatike? Nuk është gjë tjetër, sepse një udhëheqje me dogmë. Dogma nuk është gjë tjetër veç se një mashtrim për të mbajtur njerëzit në tutel, për të mbajtur njerëzit të shtypur. Gjithë këto vite janë mashtruar qytetarët shqiptar? Po ja si ta pret mendja, nuk janë mashtruar. Gjithë këto vite jo vetëm janë mashtruar, po dhe janë përdosur dhe i është marrë drejta, dhe janë shtypur, dhe janë thuajse janë masakruar njerëzit. Po janë vetë vrarë, moj, kanë mbajtur në spitale, kanë vdekur, moj, kanë mbajtur çfarë them tash, gjitha të zezat i ka psuar ky popull dhe të gjitha të zezat po i pëson edhe asnjëri nuk po ndihet, asnjëri nuk po dëgjohet. Mos paç në një hall sot vesh në spital, aty nuk gjen asnjë lloj medikamenti, asnjë lloj gjeje
përveç se duar e doktorit. Qa do bëjnë dhe ata njerëz të shkret aty? Ata doktor që me të drejtë herë pa të drejtë paragjykohen dhe paragjykohen, por që dhe ata nuk kanë çfarë të bëjnë kur nuk vjen asnjë medikament, kur nuk vjen asnjë lloj gjë që të shërbejnë njerëzve. Duke qenë se po flasim për shëndetësinë, vetëm 2 javë më parë unë trajtova gjatë edicionit informativ të lajmeve një temë mjaft shqetësuese. Shkova në spital dhe pash që aty vinin nga të gjitha rrethet e tjera. Në spitalin rajonal Omer Nishani, vinin nga Përmeti, vinin nga fshatrat e Përmetit, nga fshatrat e Tepelenës. Gjë që ju kushton shumë një banori nga një fshati Tepelenës, nga një fshati Përmetit të vi këtu sepse nuk merr shërbim dhe atje ku është. Por ndërkohë që edhe kur vin këtu nuk marrin shërbimin e duhur. Detyrojnë që mjekët këtu t'i drejtojnë në Tiranë. Pra ka mungesa të tilla edhe të mjekëve specialistë. Përpos pastaj do të kaloj dhe në një tjetër pjesë, mjaft interesante, siç është shërbimi farmaceutik. Por të lutem më përgjigj për pjesën e parë dhe më pas flasim për farmacitë. Normal, unë vetëm mund të pohoj se unë nuk jam në fushën e mjekësisë, por që mund të pohoj që mungon është krejtësisht ajo që është krejtësisht e vërtetë ajo që sapo thatë. Diskutohet që kur themi ne në Gjirokastër që është keq, imagjino në fshatra. Rrethet e tjera që janë më të vogla dhe aq më keq fshatrat ku mungon çdo lloj gjë. Mungojnë dhe mjekët e specializuar, mungojnë qendrat shëndetësore e çdo gjë tjetër. Po të vesh edhe këtu në Gjirokastër i ke në shumë klinika të lagjeve, kështu i ke klinikat i ke tër lagështyr, muret me suvat gati të rënë. Madje as nuk dihen se ku janë. Do të thënë një banor i ri që shkon në një lagje nuk di se ku është sepse nuk ka një tabelë orientuese. Nuk përpos mungesave të tjera. Po hajde se i din sepse janë njerëz të lagjes edhe të qytetit dhe i din pak a shumë. Po problemi është që kushtet janë mizerabël, kushtet janë shumë skandaloze domethënë. Ndërkohë, sipas vendimit tuaj, duhet të ketë një farmaci 24 orë në dispozicion të qytetarëve, sepse edhe ky është një problem i madh. Pavarësisht se në radhë të parë njerëzit i drejtojnë spitalit, me qenë se zumë në gojë shëndetësinë, i drejtojnë spitalit për emergjencë në 2 të natës, në 3 të natës, sepse nuk vete njeri për qef në spital në ato orë. Dhe spitali si një institucion duhet të ketë medikamentet bazë për t'i ardhur në ndihmë të pacientit, që vete me probleme aty. Mirë, po çfarë ndodh? Ndodh që doktorët me të drejtë ngrënë duar për pjesë sepse nuk kanë asnjë lloj gjëje në bazën apo në magazinë e spitalit. Dhe detyrojnë që personat që kanë probleme dhe halle dhe shqetësime të vënë nëpër farmacira. Mirë, po në ato orë farmacira nuk ka të hapur dhe ky është një problem tjetër. Detyrohen marrin telefona me miq, me njerëz që kanë të njohur, domethënë të zgjojnë farmacistin e gjumi dhe të marrin një medikament që u duhet. Është normale që një farmaci të funksionojë gjatë natës në Gjirokastër, pavarësisht se edhe farmacistët kanë problemin e tyre, jo sigurinë, jo. Ndërkohë që opinionet e qytetarëve në përgjithësi ishin që farmacistët duhet të jenë me javë. Një javë mendimet e tyre. Siç bëhet në gjithë qytetet e tjera të mëdha, po dhe në qytetet të mëdha ka farmaci 24 orë. Duhet të ketë një shpërndarje më të mirë të farmacive, mos ketë farmaci vetëm në një zonë dhe në një lagje tjetër. Po, të përshëndruara vetëm tek në shtatorë. Po, që i rakordon përsëri bashkia. Jo, i rakordon Ministria e Shëndetësisë. Edhe në bashkinë. Absolutisht. Për të piketuar vendet, po. Nuk mund të caktoj Ministria e Shëndetësisë lagjet e qytetit ku janë kursianë që të përcaktojë një vend për farmaci. Për piketimin e vendeve, po. Ndërsa për oraret, edhe këto oraret, edhe shoqata e farmacistëve duhet të jetë ndërgjegjshme që të lejë të paktën, se Gjirokastra nuk është një qytet i madh, po paktën një farmaci të jetë e hapur, të paktën në zonën e 18 shtatorit ose në një zonë që është afër spitalit, nuk e di, të jetë një farmaci e hapur në orët e natës që të ketë mundësi tjetri të marrë një ilaç, mund të mos ketë nevojë edhe për spital fare, po që i duhet një ilaç, se i dhëm një vesh, i dhëm një dhëmball, një diçka. Të gjithëve na ka ndodhur në fakt. Po. Në rregull, ne do të shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish, qëndroni me ne dhe vazhdoni të telefononi dhe dërgoni mesazhet tuaja. Ky emision mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të sfidimit të kulturës së pandëshkueshmërisë. Faktet apo të dhënat që publikohen gjatë emisionit nuk shprehin mendimin apo pikpamjet e donatorit.
Lexi El Cielo kërkon të punësoj punonjës në sektorët kamarier të moshës 22 deri në 35 vjeç, banakjer me eksperiencë pune, kuzhinier, ndihmës kuzhinier, recepcionist hoteli, sanitare. Përzgjedhja do të bëhet në bazë të eksperiencës dhe seriozitetit në punë. Të interesuarit të telefononi numrin 069 44 76 499. Qendra më e re dhe më moderne e biznesit jugor. Firmat më të konsoliduara të tregut evropian: Delta, Dast, Deutsche Color dhe Eglo. Gjithçka ju duhet për një ambient të kompozuar, plot ngjyra dhe dritë. Delta, pllaka në formë, ngjyrë dhe për masa të ndryshme, pajisjet hidrosanitare më të mira dhe aksesorët më cilësor për ambientin që ju dëshironi. Dast, materialet më të mira ndihmëse në shtrimin e ambienteve të banimit dhe biznesit. Deutsche Color, bëhu tërheqës për të jetuar bukur. Buzëqeshni dhe jetoni me ngjyra. Eglo, ndriçuesit austriak dekorativ më të mirë në Evropë. Dari Invest, biznesi që ju mundëson të realizoni ambiente të frymëzuara me dashuri dhe ëndra plot ngjyra. Hotel Number One është një rast mjaft i favorshëm për çdo që ndodhet në qytetin e Gjirokastrës, me kushte mjaft të mira, çmime të arsyeshme, vendodhje afër qendrës, free wireless, ashensor dhe shumë lehtësira të tjera. Nëse zgjidhni Hotel Number One, keni bërë një zgjedhje të zgjuar. 26 marsi po afron. 8 vjet Superstar Market, 8 vjet plot me surpriza. Edhe këtë 26 mars, ju ftojmë të merrni pjesë në shpërndarjen e dhuratave të shumta për ju. Fituesit do të shpallen tek Superstar Market Pallati Sportit. Mos e humbisni rastin. Dita e zakonshme mund të jetë stresuese dhe në nxitim, por në familjen tonë nuk fillon kurrë pa një gotë nga lëngu ynë i preferuar Lavita. Lëng qershie, pjeshke, dardhe apo me multivitamina, është më i miri dhe zgjedhja e natyrshme për ne. Mbrëmja na mbledh përsëri bashk dhe Lavita është sërish me ne, si pjesëtar i familjes. Lavita është pjesë e jetës sonë. Lëngu Lavita, lëngu i jetës. Qendra shkencore e fizioterapisë dhe rehabilitimit me fizioterapist Dimitër Boli, i specializuar në Atinë, ofron shërbime si vlerësim e rehabilitim të patologjive të shtyllës kurizore, rehabilitim post-operator për muskuj, gjumje gjymtyr, tendina periartrite shpatull, bryl, akilian e të tjerë, rehabilitim për dëmtimet sportive, trajtimin e dhimbjeve kronike muskuloskeletike e të tjerë. Gjithashtu, kjo klinik ofron dhe fizioterapi neurologjike si paralizë e disfunksion cerebral, hemiplegjia, sëmundje dhe dëmtime të palces kurizore, skleroza multiple, dëmtime kraniocerebrale, çrregullime të ganglioneve bazale e të tjerë. Adresa: tek hyrja e poshtme e Spitalit Omer Nishani, telefon kontakti 084 26 01 59 ose në numrin e celularit 069 48 11 672. Për më tepër, vizitoni adresën e e-mailit dimiterboli7@gmail.com. Muaj mars në Superstar është muaj feste. Në kuadër të 8 vjetorit do të ketë shumë çmime dhe surpriza. Në 7 mars do të shpërndahen 7 çmime për 7 mësues me fat. Në 8 mars do të jepen 8 çmime për 8 nëna me fat. Në 14 mars do të ketë 14 çmime pranverore me rastin e ditës së verës. Në 22 mars edhe 22 fitues të tjerë. Të gjithë këta fitues do t'i bashkohen festës sonë, pikërisht në kulmin e saj më 26 mars në orën 17:30 te Superstar Market Pallati Sportit. Ju ftojmë të gjithëve në festën tonë. Superstar, jo vetëm blerje. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying. Ky emision mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë
në kuadër të sfidimit të kulturës së pandëshkueshmërisë. Faktet apo të dhënat që publikohen gjatë emisionit nuk shprehin mendimin apo pikpamjet e donatorit. Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar teleshikues, vetëm pasi jemi shkëputur për një hapësirë fare të shkurtër publicitare, ndërkohë që po flasim për situatën aktuale në Gjirokastër. Por të gjithë ju që sapo keni hapur televizionin dhe keni shkuar në stacionin tuaj të preferuar në Alpo Televizion, ju ftoj të bëheni pjesë e mesazheve, por gjithashtu edhe nëpërmjet zërit tuaj në numrin e kontaktit që keni të afishuar në ekran. Ndërkohë që do të vijoja me bisedën në studio. Zoti Petro, pse mungon ndëshkueshmëria në institucionet shtetërore? Ndëshkueshmëria në institucionet shtetërore mungon për mendimin tim si pasojë e korrupsionit në të gjitha sektorët. Është ajo që thamë pak më përpara që çdo sektor që nga lart deri poshtë vendet e punës, gjitha këto merren me rishvete, me militantizma, domethënë nuk merren me aftësitë personale të çdo personi për të bërë një punë caktuar, por me anë të rishveteve. Dhe si pasojë, dikush që ka paguar për të marrë një vend pune, dikush që ka shfrytëzuar për si pasojë e mbështetjes partijake, nuk di në radhë të parë ta bëjë atë punë që është caktuar, në radhë të dytë edhe nuk do, sepse kërkon të shfrytëzojë postin, kërkon të vjeli lekët e veta, e kupton? Pra, korrupsioni është një nga shkaqet kryesore të ndëshkueshmërisë. Në fund të fundit nuk mund të dëshkonte veten dikush që është në atë pozicion. Duhet ndërtuar, për mendimin tim, struktura të reja, të cilat janë të pavarura nga struktura shtetërore, nga partitë, patjetër. Për mendimin tim, partitë duhet të ikin fare një nga drejtimi i vendit. Partitë janë për të bërë politika, por jo për të drejtuar jetën ekonomike të vendit. Në qoftë se jeta ekonomike i lihet partive në dorë, ne nuk do kemi në ndryshim edhe për 250 vjet të tjera. A mund të jetojnë shqiptarët pa parti? Shiko, shqiptarët jetojnë pa parti. Problemi është se partia e është bërë ferr shqiptarëve duke ju imponuar, sepse ky është një imponim që partia vetë i bën. Çfarë thanë përpara për dogmën? Që ata përdorin dogmën për të mbi zotëruar popullin, për ta kapur, për ta mbajtur të kapur këtë popull. Nuk e lejon personin të shprehet lirshëm, nuk e lejon të studiojë dhe të mësojë lirshëm, nuk i lejon akademit të shprehin të vërtetat, nuk i lejon arkeologjin të flasin, nuk lejon asnjë lloj gjëje. Dhe të gjitha këto kompleksitete bëjnë që personi që është në vendin e punës X apo Y të jetë i frenuar, mos të lejojë dhe tjetrin poshtë të shprehet kundër rrymës apo kundër asaj që partia do. E kupton? Dhe kësaj ndodh ndrydhja e njerëzve, ndodh ndrydhja e çdo sektori, dikush ti e ke parë vetë nëpër kronika, nuk flasun thot ai sepse më heqin fëmijën nga puna, më heqin djalin, më heqin vajzën, ka motrën, ka vëllai në punë, më bëjnë atë presion, më bëjnë të presion, dhe është e vërtetë sepse presion e ka pasur. I thot ai tjetri se duhet i që flet apo që shtek. Në fundit ai që flet nuk flet sepse ka inat X pushtetar apo Y pushtetar, po sepse vuan pasojat e asaj keq e atij keq menaxhimi të kësaj lloj qeverisi apo të këtij lloj pushteti lokal. Kjo është e vërtetë. Duke qenë se po flasim për partinë, për pushtetin vendor këtu në Gjirokastër, unë duhet ndalesha pak tek premtimet e bëra gjatë fushatës elektorale. Në këtë periudhë, në këtë kohë, ku kanë kaluar jo më shumë se 9 muaj, 10 muaj nga qeverisja, nga marrja e pushtetit nga zonja Rami. Qytetarët sot shprehen që premtimet e dhëna aso kohe dukeshin jo reale, për shkak edhe të pozicionit të lagjeve. Për shembull, diku është premtuar që do të bëhet një park ku nuk ka hapësira fare. Diku tjetër është menduar për të zhvilluar jetën artistike ku nuk ka asnjë lloj, s'ka hapësira për këto. Ju si shikoni gjitha këto premtimet e dhëna dhe deri në këtë fazë që jemi? Këto premtimet e dhëna do vinte mirë që t'i mbante kjo kryetarja.
Mirë po, me sa duket, si çdo premtim tjetër elektoral, edhe këto ngelen thjesht në kuadrin e premtimeve, dhe pse janë dhe 3 vjet të tjera akoma për të parë ecurinë. Mirë po, është ajo që tha dhe juve që dielli duket qikur lind, dhe në qoftë se nuk do ketë presion qytetar, kjo kryetare, nuk do ketë asnjë lloj zhvillimi Gjirokastra. Pra, kur them presion qytetar, është që qytetarët të unifikuar, të bashkuar, të kërkojnë edhe para derës bashkisë të drejtat e tyre, sepse nuk është turp sot të kërkosh të drejtën tënde minimale të jetesës, të kërkosh një barazi, të kërkosh një qëndrueshmëri në këtë qytet. Të kërkosh mbi të gjitha drejtat e tua mbi taksat që ti paguan. Të gjitha bashkë. Kështu që në qoftë se njerëzit rinë apatik dhe rinë të tërhequr hëse mos rregullohet vetë ose ndoshta ka ndonjë zgjidhje tjetër, asgjë nuk ka për të zgjidhur. Në qoftë se njerëzit kërkojnë nga pushteti lokal apo qoftë edhe më lart për të bërë diçka që atyre ju takon me të drejtë, në qoftë se këta e kërkojnë të unifikuar këtë të drejtë të tyre, atëherë është e pamundur mos ta marrin. Ne vazhdimisht po bëjmë kronika në lajme e gjëra tjera në pro qytetarëve ose duke nxjerrë zërin e tyre, jo për qytetarë, por duke nxjerrë zërin e tyre, dhe ata shqetësohen për jetën që po bëjnë, sepse po shikojnë që nuk po kanë ndonjë ndryshim. Ndaj në këtë kontekst edhe bashkia duhet të jetë më e vëmendshme, duhet të përgjigjet kërkesave të qytetarëve, duhet të përgjigjet kërkesave të kohës për një zhvillim të këtij qyteti. Nuk duhet që ato fletpalosje dhe ato premtime që shpërndau gjatë fushatës t'i fusin në sirtar dhe të ri aty në bashki të shfrytëzoj postin e punës për arsyet e saj personale dhe ta lejë këtë qytet drejt degradimit, drejt shkatërimit dhe t'i lejë këta njerëz në mëshirë të fatit. Ndërkohë, kalojmë pak tek ana tjetër, tek Partia Demokratike. Si e shikoni zhvillimet e fundit, reagimet e fundit, duke qenë se unë bëj një krahasim me vitet e kaluara, kur nuk kishte një ringjallje të Partisë Demokratike, pra nuk ndihej fare që kishte Parti Demokratike në Gjirokastër. Sot shohim që reagojnë. Kreu i saj reagon për rrugët, për çdo shqetësim tjetër qytetarëve. Është kjo një lojë që zhvillohet mes forcave politike apo janë vërtet të shqetësuar për hallet dhe problemet? Partitë opozitare gjithmonë kur janë në opozit këtë punë bëjnë, që thonë një të vërtet që të quhen të besueshme. Në fakt ka një dallim të vogël esencial në krahasim me më përpara, por që ngelet për të parë në qoftë se këta do jenë vërtet kur të vinë në pushtet, do jenë vërtet kështu siç thonë, apo mos ndoshta vazhdojnë prapë rokadat e ndryshimeve dhe mos lëvizjen nga vendi të asnjë lloj gjëje, domethënë, mos përmirësimi. Në rregull, do të vijojë në fakt me leximin e mesazheve të tjera që kanë mbërritur në numrin e telefonit. Numri me 224 na shkruan. Mirëmbrëma, përshëndetje. Shkoni njerëzit në bashki dhe shikoni se deri në çfarë ore punohet aty. Vetëm kaq po ju them, thotë, në të gjitha anët. Fillon puna në orën 10, kafe deri në 12, në orën 1 iket në shtëpi. Po pikërisht kjo është arsyeja pse Gjirokastra vete kaq keq, sepse në bashki, siç thotë dhe ai komentuesi aty, vërtet nuk punohet. Ju keni qenë vetë prezente, keni parë disa herë dhe mund ta ndiqni edhe ditët në vijim, në çfarë vetë në bashki, sa orë punohet, pse punohet dhe në çfarë ore iket nga bashkia. Nëse rrim edhe ato orë që quhemi që vemi në punë, rrim për kafe, për kështu gjëra, atëherë çfarë punë do bëhet? Bashkia është një kryetare e bashkisë dhe funksionarët e bashkisë domosdoshmë kanë një detyrë shumë të madhe në shpallullat e tyre për jetën e këtij qyteti dhe nuk duhet që të shfrytëzojmë vetëm policirat e ndryshme për gjëra të ndryshme, por duhet të shfrytëzojnë edhe mënyrën tjetër ekonomike të qytetit. Duhet të zhvillojnë ekonominë, duhet të zhvillojnë turizmin, duhet të mendojnë për ato premtime që dhanë se si t'i bëjnë funksionale. Ka plot mënyra dhe plot forma që ky qytet të vihet në lëvizje. Mirë po, duke qenë se nuk punohet në orarin e dur, në kohën e dur dhe në sasinë e dur, atëherë është ndodh kjo që ndodh, që njerëzit janë në mëshirë të fatit. Në rregull, do të vijoj në fakt me leximin e një tjetër mesazhi. Numri me 054 na shkruan. Mirëmbrëma Alpo, ju përshëndes.
Çfarë premtimi? Asgjë nuk është bërë dhe as nuk ka për të bërë. Njerëzit këtu gënjehen me një thes miell, thotë. Ndiqni fushatat elektorale dhe të shikoni se çfarë bëhet aty. Është në fakt një mesazh ky i mbërritur. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Domthon të gënjesh me një ende në vitin 2016 të gënjesh në këtë kohë të gënjesh me një thes miell, domthon në kohën kur 4 vjet rresht pastaj atë thesin me miell e paguan 7 fish. E kupton në ditë, jo në e kupton se një thes miell më shumë se 50.000 lekë, 25.000 lekë nuk bën, e kupton? Apo ja dhe 50.000 lekë. Dhe tërë jetën ta paguash për 4 vjet këto 50.000 lekë ti paguash 1 milion fish. Është mëkat në fakt për një komb. Ndërkohë, numri me 069 na shkruan, unë them që në Gjirokastër janë prishur rrugët, janë shumë keq, është një problem shumë i madh, thotë. Numri me 069. Po, janë prishur rrugët për punë e usjellësit. Absolutisht. Dhe si çdo gjë në Shqipëri, jo vetëm Gjirokastër, kështu ndodh, që bëhet në fillim rruga, pastaj hapen kanalet për të kaluar një herë usjellësin, një herë rrjetin elektrik. Rrjetin elektrik, një herë një diçka tjetër. Kanalizimet që nuk bëhen në projekt, që është po, Ndërkohë, një numër me 014 na shkruan, mirëmbrëma. Ju përshëndes, sot kam ndjekur me interes të veçantë gjatë gjithë këtyre ditëve kronikat në edicionin informativ të lajmeve. Më pëlqen vetëm një gjë që e vërteta del ashtu siç është dhe siç e thon qytetarët. Kam thot vetëm një problem për kronikën që keni bërë në lagjen. Nuk e kuptoj këtë. Ndoshta është për kronikën e në rregull? Po. Çka ka? Është një për kaldrëmi, thotë, në lagjen Varosh është. Po. Alo, mirëmbrëma? Alo, mirëmbrëma? Kemi një telefonatë në linjë. Mund të mbarosh edhe mesazhin. Në rregull. Regjia të më konfirmoj sapo të vi telefonuesi. Ndërkohë, shqetësimi pra ishte sepse nuk po e kuptoja si e kishte shkruajtur. Po lexoj si ka shkruar, pastaj ta kuptojmë. Është prap për lagjen Varosh, thot, për kaldrëmin që keni bërë edhe juve në lajme, thot. Vërtet skandal, me një çekiç hiqej me një herë guri. Asnjë amator nuk mund ta bëj një punë të tillë, thot. Fakt është shumë e vërtet. Kjo që kemi telefonat, alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. I lutem regjis të ngrej pak zërin sepse nuk e dëgjoj zotërin. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Jam një banor i qytetit Gjirokastër. Po. Kam respekt për stafin e Alpo Radio. Faleminderit. Zoti Celo tha se ka njerëz që gënjen me një thes miell. Dhe kjo është e vërtet. Po ç'të bëja i pa punë, pa gjë, pa asgjë. Pse po mos e marr atë thes me miell dhe ta vuaj? Shiko, të them diçka. Po. Në qoftë se ti je pa punë, ai thesi ma miell nuk do të sjellë në punë dhe as nuk do të shtyj më shumë se një javë të jetës tënde. Po në qoftë se ti atë votën që ke e hedh në vendin e dur për një person që ja vlen të votohet dhe për dikë që nuk është i korruptuar dhe që nuk është pjesë e atij sistemi korruptiv, atëherë përfitimi do jetë shumë i madh. Po këtu shpesh presioni bëhet i tillë që njerëzit të vend të votojnë gjithmonë njërin ose tjetrën parti, ndërkohë që ka dhe mundësi të tjera. Megjithatë, përsëri nuk është vonë, 2017 apo vjen, do keni mundësinë për të gjetur dhe alternativa të tjera. Shikoni dhe alternativat e tjera, mos ngelni vetëm tek ato parti të cilat e kanë treguar veten e tyre që nuk ndryshojnë dhe nuk kanë për të ndryshuar asnjëherë, por shikoni dhe mbështesni njerëz të cilët kanë dëshirë që të ndërtojnë këtë vend njësoj si vendet e tjera europiane, njësoj si gjithë bota. Zotëri, kam një pyetje për t'ju bërë. Juve keni humbur besimin tek partitë politike, tek Partia Demokratike dhe po. 100%. Jeni zhgërnyer gjatë gjithë kësaj periudhe tranzicioni në Shqipëri? 25 vjet me radhë. Ka ndryshuar? Me zotin Celo njihem personalisht.
Biles, po t'i kujtoj një diçka, jam I bindur që do më sjell në mendje. Në rregull. Jemi tek Keni situata... besim ju të institucionet shtetërore? Asnjëherë. Te gjykata, te policia, te... Në botë botëve. Ka korrupsion, zotëri? 100%. Në rregull, unë të falenderoj shumë që... Dhe zoti Tele di shumë mirë, unë punoj në një lavazho, I kam larë makinën disa herë dhe... Mirë, të falenderoj. Shko në mendje se kush jam. Të falenderoj shumë, zotëri. Faleminderit stafit tuaj. Faleminderit, jeni mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Pra, kjo është situata që njerëzit nuk kanë dhe alternativa shpeshherë. Shpeshherë dhe partitë e bëjnë të tillë sistemin që nuk nuk kanë lejuar dhe njerëz të tjera po shoqëritë që vërtet e meritojnë të vinë të futen në garë. Domethënë I kanë nxjerrë nga gara në një farë mënyre edhe njerëzit sepse I drejti asnjëherë nuk fiton. Kjo është po edhe kur ka pasur duke shpifur, duke nxjerrë lajme të pavërteta, I kanë sfumuar, domethënë. Çfarë pritet në zgjedhjet e ardhshme, sepse sapo biseduat edhe me telefonuesin dhe I tha. Po, në zgjedhjet e ardhshme unë besoj se do ketë edhe shumë shoqëri civile të cilat do garojnë në këto zgjedhje. Shoqëri civile të cilat për të së vërtetës kanë filluar dhe po dëgjohen më së shumti dhe nuk është vetëm një ose dy siç mund të kenë qenë më përpara, siç ka qenë organizata mjaft e kështu me radhë, po janë edhe më tepër. Për shembull kemi lëvizjen. Kemi një telefonat, më fal Aristotel. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Regjia na lejoj dhe ne mundësinë. Alpo televizioni? Po, Alpo televizion. I lutem regjisë të ngrej pak zërin në studio. Unë kam një shqetësim. Po. Veni që marrim ato insulinat në farmaci, edhe ato majat na japin me lek. Ato një farmaci 200 lek një, një farmaci 300 lek një. Sa qeveri janë këtu, 10 qeveri janë? Shiringat. Ato I ben pa lek, pse a I Gjorgji poshtë I jep pa lek ato. Letë mos përmendim emra të lutem. Edhe këto farmacit këtu lartë I japin me lek. Po. Beni një qikët... Nuk ka unifikim të çmimesh. Po edhe ky është një problem, sepse çmimet jo vetëm tek shiringat edhe te farmacit, po shikohen gjithandej. Në një vend e ke çmimin e karburantit me 1250 lek, në një vend tjetër ke 1500, 1550, domethënë 300 lek për litër. Diku e ke çmimin e një produkti të njëjtë, po flasim, të njëjtët cilësi, të njëjtën çmim e ke shumë më poshtë, në një vend tjetër e ke shumë më lart. Edhe unifikimi I çmimeve është një tjetër problem. Dhe kjo si pasojë e korrupsionit që po zhvillohet, domethënë. Duke përfituar edhe nga mos kontrollet nga të gjitha këto, edhe vetë tregtarët abuzojnë. Po. Mirë. Ju falenderojmë zonjë që ishit pjesëmarrëse. Ndërkohë që po thoshnim për të ardhmen e politikës dhe zhvillimit të zgjedhjeve këtu. Ne, për mendimin tim, e ardhmja është e shoqërive civile. Domethënë shoqëritë civile janë ato që mund ta nxjerrin këtë vend nga kjo prapambetje ose nga ky ngërç ku ky vend është futur. Janë shumë shoqëri civile të cilat kanë filluar dhe po bëjnë atë propagandën, jo thjesht propagandën, po dhe ato idetë e tyre po I hedhin për mënyrën se si mund të zhvillohet, si mund të bëhet ky vend dhe për mënyrat e gabuara se si po ecën deri tash. Është për shembull nisma thurje, është lëvizja Shqipon, janë shumë e shumë lëvizje të tjera të cilat po e kërkojnë dhe po dalin domethënë në skenë për të bërë një ndryshim të vërtet. Unë mendoj se koha e partive të mëdha është duke perënduar. Mund të jetë edhe një legjislacion tjetër që edhe mund të dalë një nga partitë e mëdha fituese në 2017, mirë po çdo gjë do jetë duke u sumuar dhe njerëzit herë të avon do ta kuptojnë që nuk janë partitë që I kanë çuar deri këtu, po është vetëm puna e tyre. Partitë vetëm sa e kanë frenuar jetën e këtyre qytetarëve, vetëm sa e kanë sfumuar, vetëm sa e kanë kapur në duart e tyre dhe I kanë shtrydhur këta njerëz me gjoba të ndryshme, me shtypje, me fukarallëk, me skamje, me gjëra nga më të ndryshmet që po shikojmë tash, me burgje, me çat duash ti, dhe nuk po I lënë të marrin frym. Pra, ka ikur dhe po ikën koha që partitë e mëdha të jenë më lider të shoqërive ose të popullit tonë shqiptar. Partitë e mëdha
duhet patjetër që t'i hapin dhe krahun dhe lëvizjet dhe shoqëritë civile, domethënë duhet patjetër të dalin që të marrin frenat e këtij vendi në dorë, që të ketë vërtet një zhvillim potencial, një zhvillim të vërtet të shoqërisë. A bëhen të besueshme shoqëritë civile? Po patjetër, sepse kjo është ajo që dua të them, nuk duhet që një parti politike të nxjerrë një kryetar dhe ai kryetari të bëhet kryeministër apo ai kryetari të bëhet të drejtojë diçka që nuk është në tagrin e tij. Politikanët kanë drejt të bëjnë politika, po jo të qeverisin vendin. Nuk duhet që të qeverisin vendin. Nuk duhet që të qeverisin vendin për arsye sepse ata ne kemi parë në Shqipëri të paktën për 25 vjet sjellin vetëm korrupsion. Po të shikosh në parlamentin shqiptar ke vetëm njerëz deputet të paaftë. Po të shikosh ke vetëm shumica e tyre janë mos i përgjigjsojmë gjithë se mund të themi që ka edhe një pjesë që mund të jenë të saktë, po në përgjithësi pjesa më e madhe janë krejt të paaftë. As nuk u dëgjohet zëri asnjëherë, as nuk ngrën asnjë lloj problematike, vetëm ngrën dorën, ul dorën siç urdhëron i madhi edhe kaq. Koha e partive, për mendimin tim, duam apo s'duan, të tjerët duan apo s'duan ata, e besojnë apo se besojnë, për mendimin tim ka mbaruar. Është koha e shoqërisë civile. Shoqëria civile është e vetmja e cila mund të çojë para këtë vend, për mendimin tim. Në rregull. Ndërkohë që unë do të ndalesha tek një tjetër pyetje, cilat janë shanset për zhvillimin e qytetit Gjirokastrës? Shanset për zhvillimin e qytetit të Gjirokastrës është vetëm dalja e korrupsionit. Nëse ne i themi stop korrupsionit, ne mund të zhvillojmë jo vetëm Gjirokastrën, por dhe jetën tonë. Gjirokastra dhe Shqipëria nuk është e ndryshme nga Gjermania, nga Zvicra, nga Franca, nuk është e ndryshme nga këto shtete evropiane të zhvilluara. Madje do të thosha që resurset që kemi ne nuk i kanë këto shtete. Por këtu është korrupsioni që ne na ka mbytur, na ka asfiksuar. Është ky korrupsion që ne na lidh, na mban të lidhur dhe na mban gjithmonë të fundosur në llumin e këtij korrupsioni. Këtu lulëzon vetëm ky korrupsion që asfikson çdo sektor të jetës. Mos paç një hall sot, kudo që të kesh një hall, nuk zgjidh dot hall pas pagove. Edhe po nuk njohë njeri. Edhe po nuk njohë njeri. Edhe pse trumpetohet me të madhe, jo korrupsioni andaj këtej, përsëri ky korrupsion është që po asfikson jetën. Janë po këta njerëz që vuajnë çdo ditë, janë po këta njerëz që nuk gjejnë të drejtën çdo ditë nëpër institucione, janë po këta njerëz që vuajnë papunësinë, që vuajnë varfërinë ekstreme dhe që nuk kanë se nga t'ja mbajnë, se nuk kanë nga të ikin, nuk kanë se çfarë të bëjnë. Ndërkohë që do të ndalesha pak tek mesazhet, të nderuar teleshikues, jemi në minutat e fundit, do t'ju bëja thirrje që të telefononi nëse keni diçka për të shprehur në studion Alpo Televizion. Do të vijoja në fakt me leximin e të tjera mesazheve të mbërritura në numrin ton të kontaktit, numri me 212. Mirëmbrëma Alpo, ju përshëndes dhe ju uroj për emisionin. Kam një pyetje, si mund të zhvillohet bujqësia thot në rajonin ton, sepse flasim vetëm për turizëm. Po çfarë duhet të shikojë thot një turist kur vjen në Gjirokastër, kur këtu mungojnë gjërat më elementare të jetesës? Si mund të zhvillohet bujqësia për neve që punojmë çdo ditë me prodhimet bujqësore, thot? Bujqësia, për mendimin tim, është shumë e thjeshtë të zhvillohet. Gjirokastra ka pasur traditë në bujqësi. Janë goxha fusha që kemi këtu që nga Dropulli e deri në afërsitë të Tepelenës, deri në Subash, domethënë, që janë fusha që rinë djerë pothuajse. Shumica e tyre jo vetëm që rinë të papunuara, po diku janë bërë dhe ndërtime, janë bërë dhe magazina, janë bërë dhe sheshe ndërtimi, të cilat po mbasin funksionin e tyre. Ndërkohë që është shumë e lidhur bujqësia edhe me industrinë. Gjirokastra ka patur një trikotazh, ka patur një fabrik duhani, ka patur një fabrik lëkurë këpucësh. Të gjitha këto kanë pasur lidhje me njëra tjetrën, sepse nëse ajo fabrik duhani duhet të punonte, duhet të furnizojë dhe me lëndë të parë. Pra duhet të mbyllej duhani diku, duhet që të kishte një grup njerëzish që nuk ishin të pakët, duhet të punësoheshin të paktën 2-3 mijë njerëz,
të prodhonin këtë duhan, duhet të punësoheshin edhe disa qindra të tjerë që të punonin të këto fabrika të bënin proceset e tjera të prodhimit, e kështu me radhë. Po kështu edhe trikotazhi. Trikotazhi prap lënë të parë kërkon pambukun. E kupton, duhet të mbyllej ky pambuk, duhet të, e kupton, e kështu me radhë. Ndërkohë që ne na mungon edhe buka e gojës. Edhe mbjellin është importohet. Na mungon primarja fare. E kupton, ka shumë gjëra që nuk po ecin si duhet, sepse korrupsioni ka mbytur. Nuk mundet të punoj bujku tokën, sepse i del kostua e prodhimit shumë e lartë. Çmimi i naftës, çmimi i karburantit është shumë i lartë dhe nuk ka asnjë kompensim për bujqit, nuk ka asnjë kompensim për asnjë lloj gjëje. E kupton? Kështu që shteti është regulatori kryesor për të vënë në punë mekanizmat e tij që të punojë bujqësia, të punojë blegtoria, të punojë industria, të punojë çdo lloj sektori siç ka qenë më përpara. Në rregull, do të vijoja në fakt me leximin e tjera mesazheve, numri me 575 na shkruan. Urime për emisionin. Dëgjova pak më parë se si do të ishte Gjirokastra apo të ishte diku tjetër. Jo vetëm qyteti ton, por i gjithë vendi, le të bëj thot një kanal televiziv, një emision 2 orë çdo ditë të titullohet Shembull, gjithmonë Albania, të flasi nga Vermoshi në Konispol për trevat tona, për kulturën tonë e të tjerë. Atëherë do kemi zhvillim të madh turizmi, thot. Në fakt, është një opinion i numrit me 575, të falenderojmë gjithsesi, nuk e di nëse ke diçka të lop për të komentuar. Po, është kjo që tham, nuk mungojnë shembujt, shembujt janë, problemi është e dëshirës që të vihet në funksion. Rrota e shtetit duhet të lëvizi, të punoj për njerëzit, të punoj për ndërtimin e vetë shtetit, jo për shkatrimin e këtij shteti, siç po shikojmë rëndom. Ndërkohë që do të vijoja me një tjetër mesazh, numri me 132 na shkruan. Mirëmbrëma, lidhur me shërbimin mjekësor, ikni shikoni tek Poliklinika e Lagjes Punëtore, një shërbim skandaloz. Mjekja ka një vit që ka mbushur moshën, vjen në punë kur i do qefi, ikën kur i do qefi. Jemi pa infermier, thot. Në rregull, të falenderoj numri me 132, ndërkohë që do të vijoja me leximin e të tjera mesazheve, numri me 485 na shkruan. Mirëmbrëma. U premtuar gjatë fushatës elektorale se do të mendoj edhe për fëmijët tanë. Fëmijët tanë sot lodhin afër koshave të mbeturinave, thot. Nuk ka vende as për t'u argëtuar, jo më të mendohet. Edhe ai parku që u bë në Virua, thot, ka dalë jashtë funksionit sepse ka filluar të prishet. Të ndalojmë pak të shpjegojmë që këto mesazhet e para, pastaj vazhdo Antiola. Për sa i përket asaj zonjës që ankoi për mungesën e mjekës, është e vërtet që ka mungesë mjekësh në Gjirokastër dhe në jug të Shqipërisë gjithsesi. Dhe kjo nuk është e rastësishme. Është vetë shteti që është organizator dhe që mund të bëjë të mundur planifikimin e gjithë studentëve që nisen për të studiuar në për shkollat e larta. Po të vështre, deri tashi gjithë studentët janë drejtuar biznesit apo juridikut apo diçka e tjetër që nuk ka lidhje me shëndetësinë dhe me agronominë dhe me gjërat e tjera që i nevojiten, me shërbimet e tjera që i nevojiten këtij vendi. Ndërkohë që përsëri del një handicap këtu me shtetin, pasi është shteti ai që është regulator i arsimit. Arsimi është në nivel jo të duhur për mendimin tim, çalon shumë. Edhe në Gjirokastër çalon shumë për mendimin tim, arsimi. Nuk për fajt të mësuesve apo flasin për infrastrukturën? Për fajt të sistemit. Për fajt të sistemit. Nuk ka një metodik të përcaktuar për të ecur në drejtimin e dur. Është ajo që tham që po të shikosh, po të pyesësh në gjimnazet e Gjirokastrës, gjithë nxënësit e gjimnazeve duan të ikin në Tiranë. Nuk preferon njeri shkollën. Nuk preferon. Madje se këtu nuk ka as deg për mjekësi, nuk ka as deg për bujqësi, nuk ka as deg. Këtu vetëm 2-3 deg janë, të cilat çfarë do bëhet me ato njerëz? Me ato deg. Dhe ata që ikin në Tiranë, duke parë jetën aty, duke parë që ka ndryshim 100% me jetën që bëhet këtu, nuk duan të kthehen më. Ne po asfiksojmë jetën. Po të shikosh në Gjermani, nuk ka dallim kryeqyteti me një qytet apo me një fshat të fundit fare. Në Zvicër po ashtu, në kudo që të vesh është njësoj. Mjafton që tjetri të ketë siguruar punën dhe të ketë mbaruar me një diplomë të cilës
i përket dhe puna që bën, edhe ndihet rehat aty ku është, se jeta është e barabartë. Kurse këtu ka një mos rakordancë, ka një diferencë shumë të madhe. Jeta në kryeqytet me jeta në qytet, palere pastaj jetën në fshat apo në pjesën tjera rurale. Një tjetër fakt vërtet për të shqetësuar është edhe përpos mungesës së mjekëve, edhe pse qeveria ka vendosur që të paguaj dy fish të gjithë mjekët që lënë Tiranën, për shembull kryeqytetin dhe vinë në Gjirokastër, por nuk ka ndodhur deri më tani, sepse edhe nga bisedimet që kanë pasur kohëve të fundit me Drejtorinë e Shëndetit Publik, më është konstatuar se ka mungesë të mjekëve dhe për këtë detyrohen që të rinë në punë mjekët që kanë dalë në pension, sepse dhe ata që janë nuk vinë në Gjirokastër, nuk kanë interes. Kjo është një pjesë të keqes. E keqja më e madhe është që edhe një pjesë e atyre studentëve që kanë mbaruar në Tiranë nuk janë të specializuar në mënyrën e dur për të shërbyer tjetrit, sepse mjekësia është një shkencë delikate, nuk mund të bëhesh mjek. Ka të bëjë me jetën e njeriut. Po, të futesh në operim dhe ta vdesësh tjetrin. Mjekësia nuk të fal. E kupton? Dhe gabimet e doktorit i mbulon balta që thonë. Ndërkohë që edhe shërbimet, nëse ne kemi vënë re dhe nëse vjen të një gjilpër fare të thjesht të bën një vajzë e re që sapo ka filluar punën aty, të gjithë tromben, sepse thonë që kemi frikë. Pra është ajo frika mes qytetarit edhe... Pra, mënyra e arsimimit të studentëve në mjekësi, sidomos, po dhe në sektorët e tjerë, është një pikë shumë nevralgjike në këtë sistem që ka ngel e blokuar. Është sistemi i arsimit në Shqipëri, dihet që ka degraduar, dihet që është në fund të nivelit të saj, dhe shpresojmë që Ministria e Arsimit të ndërmarrë në një aksion për zhvillimin e arsimit normal, për zhvillimin e arsimit real. Mirë po, janë gjëra të cilat nuk mund të shifen, nuk mund të bëhen realitet nëse vazhdojmë me të njëjtin sistem të korrupsionit, sepse siç është korrupsioni në një drejtim, është dhe në drejtimin tjetër. Nuk ka ministri që të jetë ndryshme nga tjetra në drejtim të korrupsionit. Çdo gjë është korrupsion, që nga ministri i pari e deri tek jo pak athera, jo pak zëra ka edhe për ministrin, që për korrupsione, për tendera, për gjëra. Imagjino pastaj çfarë bëhet më poshtë e më poshtë. Është kjo që tham që nëse nuk ka pandërshkueshmëri, nuk ka drejtësi, nuk ka zhvillim. Është pandërshkueshmëria ajo që është baza e zhvillimit të një vendi. Domethënë ndërshkueshmëria. Domethënë pandërshkueshmëria është e keqja e këtij vendi. Po. Atëherë, ndërkohë që unë do të vijoja me leximin e të tjera mesazheve, numri me 024 na shkruan. Mirëmbrëma, përshëndetje. Kam një pyetje, thotë, çfarë është bërë në Gjirokastër për shkollat? Do të ketë, dini që thotë, do të ketë ndonjë projekt për restaurime të shkollave? Do të vijoj më vonë me këtë mesazh dërgues, ndërkohë që do të pres telefonatën në studio. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po, ju dëgjojmë. Jam i qytetar në Gjirokastër. Po? Edhe kam një shqetësim për atë procesin e mjerit që të apelua. Po. Këtu ki popull me thes mjet ish mësuare me tomate, me patate. Ta masi në kone në Veroqës, është mësuar me pak. Po. është mësuar me pak, po problemi nuk është se marrim atë thesin. Atë për greva, atë për demonstrata, nuk shikoj shtetin në krati kemi atje, Greqin. Po unë flën gjumë, vimër të asorbitët për Gjirokastër që janë akubarë. Nuk duhet pra të gënjemi nga thesi me mill, duhet që të bëjmë një zgjedhje tjetër në votimet e ardhshme dhe duhet që dhe votën që hedhim ta kërkojmë se ku ka vajtur dhe jo ta lëmë të na vidhet, po edhe në momentin që e kuptojmë që na vidhet të çojmë dhe ta kërkojmë që kjo vot të vej aty ku e kemi hedhur, jo aty ku e kanë çuar. Sepse shpesh ku që ka hedhur në vetë gjej, edhe do bate dhe specën e Pavixhane, po këta janë tu dalënjë, që popull nuk duhet që njerëzit të votojnë pa mendje, nuk duhet që të votojnë me opinione të përgjithshme, domethënë. Duhet që njerëzit të votojnë sipas besimit dhe sipas bindjes që kanë për mënyrën më të mirë të zhvillimit të jetës tyre. A kanë besim këta njerëz se kjo parti që po votojnë do t'i nxjerrin nga prapambetja, dhe ta votojnë. Nëse s'kan besim, mos të gënjehen dhe mos vënë me shpresën se do t'i bëjë mirë
Se ne pam tash të tëra partitë që janë deri tash, kemi 25 vjet, nuk kemi lënë partitë pa parë edhe pa provuar që nuk na kanë bërë asnjë gjë. 25 vjet i kanë punuar dhe s'ka diku lek. Zotri, të pyes për diçka. Nga ai thesi me miell që janë gënjur qytetarët shqiptar në këto 25 vite, sepse nuk po flasim për sot. Kështu ka qenë 25 vite, kjo situatë është në Shqipëri. Kanë përfituar ndonjë të mirë? Po ki popull kështu është mësuar me pak. Po nuk është puna. Nuk është puna të mësojmë, shiko, nuk është puna të mësojmë me pak, sepse ato thesin me miell, ai sa të hypi në pushtet në karige, ta kërkon të ta marri 2 fish, 3 fish apo 4 fish. E kupton? Sepse ai nuk ta jep kot thesin, ta jep që të të shfrytëzojë më mbrapa. Kështu që ai që të gënjen me miell, në asnjë mënyrë nuk duhet të dhënë vota, sepse po të pagoj, po të mori lek, do kërkoj ti marri ato lek. Zotri, ju jeni i kënaqur nga shërbimet këtu në Gjirokastër për sa i përket bashkisë? Unë nuk jam i kënaqur nga asnjë këtu në Gjirokastër, se Gjirokastra është bërë fshati më i madh në jug. Për faj të kujt? Natën e mirë, Natën e mirë, shëndet, gjithë të mirat, faleminderit që... Në rregull. Ndërkohë, do të vijonim pra me leximin e të tjera mesazheve. Është një teleshikues që pyet për shkolla, do të ketë rindërtime të reja të shkollave. Me sa dim neve në projekt buxhetin e vitit 2016, u tha që do të kishte 10 fishim të investimeve në sistemin arsimor, por nuk flitet për rindërtim të ndonjë shkolle, do të merren vetëm me sistemin e ngrohjes dhe të tjera problematika të vogla që kanë të bëjnë, që janë sot shqetësuese për qytetarët. Problemi i investimeve në rindërtimet të shkollave dhe objekte të tjera nuk kanë qenë se nuk janë hedhur lek janë hedhur, por ato lek nuk kanë vajtur në vendin e duhur dhe shumë rindërtime janë bërë në mënyrë jo të duhur, domethënë lënë për dëshiruar shumë institucione që bëhen kanë defekte të tjera të mëdha përsëri dhe nuk është gjetur domethënë problemi më i madh është se infrastruktura është për tokë dhe shkojnë e vendosin kaldajat. Kaldajat më pas nuk vjen asnjëherë në funksion sepse është pamundësia e bashkisë për t'i furnizuar me naftë. Dhe ky është handikapi më i madh. Harxojnë miliona lek, ndërkohë që fare mirë mund të gjenë një zgjidhje tjetër. Po ka shumë zgjidhje të tjera. Për shembull, çfarë mund të, siç e kemi bërë ne shtëpitë tona, siç e kemi bërë në biznesin ton, mund të bëhet edhe shkolla dhe çdo objekt tjetër. Gjirokastra dihet që është një vend i ftohtë dhe me lagështir, kështu që mund të përdoren sisteme të tjera të izolimit termik të jashtëm dhe të dritarëve të krijojë me pak ngrohje mund të arrihet. Mirë, po kur janë dritare të shqyera, kur janë muret cop për lagështir, kur pikon tavani e kështu, nuk ka se si të bëjnë këto gjëra. Kur investimet nuk vjen aty ku duhen dhe në mënyrën e duhur, atëherë nuk zgjidhet dhe ngelen gjithmonë tërë jetën ngelen pa zgjidhje këto shkolla e këto institucione të tjera që marrin lek, marrin restaurime dhe nuk rregullojnë kurrë. Po. Ndërkohë, një tjetër mesazh na shkruan. Mirëmbrëma është numri me 098. Mirëmbrëma, ju përshëndes dhe ju uroj për emisionin. Këta kërkojnë thotë të futen në Shqipëri refugjatët. Çfarë ka ndodhur me ne në këto 25 vite? Kur emigruam thotë nga Greqia për në Itali e ana sjelltas, na u mbyllën dyert thotë. Na hodhën në det dhe na kanë vrarë për gjithë këto vite. Ku i kemi neve kushtet thotë për të pritur refugjatët? Është një temë vërtet e nxehtë dhe që po diskutohet gjerësisht. Tani më ka krijuar gjithë vëmendja është përqendruar këtu tek refugjatët. Duke qenë se jemi këtu, zoti Petro, duke marrë shkas edhe nga mesazh dërguesi, e falenderoj. Cili është mendimi juaj? Duhet i ka kushtet Shqipëria për të pritur refugjatët? Nuk është problemi i kushteve, i ka apo si ka, sepse mund të financojë dhe Evropa për këtë gjë, po problemi është më i madh në aspektin e kohës. Këta refugjat që do vinë këtu, me se do merren? Çfarë do bëjnë? E kupton? Çfarë të mire do t'i sjellin këty qyteti? Kur ky qytet ka plot të papunë të vet, çfarë do bëjnë këta? E kupton? Nga ana tjetër qytetarët kanë edhe frikë. Do sjellin edhe kaos, do sjellin edhe gjëra të tjera negative. Nuk është puna se Shqipëria me 2 milion banor mund të presë edhe 2 milion refugjatë të tjerë, sepse këtu njerëzit po kërkojnë të ikin sepse nuk po gjejnë zgjidhje. Problemi është që
ata ndoshta kërkojnë të popullojnë këtë vend, ndoshta kërkojnë të bëjnë ndonjë rëmuj në këtë vend, ndoshta kërkojnë të bëjnë gjëra të tjera të pa... Jo, në fakt ata kërkojnë strehim se po ikin nga lufta. Po nuk mund të jetë, këtu mund të jetë një vend tranzit. Shqipëria, po vend qëndrimi është e pamundur, sepse në vend qëndrimi nuk është për ne shqiptarët. Po të jetë tranzit, le t'i marrin me autobuza, nga njëri kufi në tjetrin, le t'i çojnë, s'kemi problem. Po ama që të rinë këtu të... Ndërkohë që është përfolur shumë edhe në Gjirokastër, që se mund të strehohen. Në fakt, këto nuk janë zyrtare, janë shumë të pa mundura për mendimin. Nuk e di çdo gjë mund të bëjnë këta të sotmit, po që janë të pa gjëja më absurde. Nuk mundet. Në një vend ku tu njeriu po ha njeriu, në një vend ku njeriu nuk po gjen një të drejtë jetese, një të drejtë mbijetese, të vinë dhe të tjerë që atëherë çdo bëhet. Në rregull, zoti Petro, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar në lidhje me problematikat e qytetit, ndonjë mesazh për qytetarët? Po, probleme ka shumë dhe pa fund. Mesazhi im për qytetarët është që të kërkojnë më shumë nga njerëzit që kanë zgjedhur, që kanë votuar, mos të jenë apatik, po të kërkojnë gjithmonë. Pse jo dhe para derës së zyrës, para derës së bashkisë, nga kryetarja e bashkisë, e cila është përgjegjëse për jetën e këtij qyteti, të kërkojnë të drejtën e tyre për një jetë më të mirë. Nuk duhet vetëm të rinë të presin, sepse duke pritur nuk vjen ndonjë gjë, po edhe të kërkojnë. Ndërkohë që kryetari i bashkisë dua të rikujtoj që ajo ka një detyrë shumë të madhe në shpatullat e saj, duhet të jetë më përgjegjshme për premtimet që ka dhënë dhe t'i mbajë ato. Dhe duke e mbyllur me këtë mesazhin që përcolli zoti Petro në studio, unë ju lë takim sërish të premten e ardhshme në emisionin dritare. Do të rishihemi sërish, kalofshi mirë natën e mirë bashkë. Ky emision mbështetet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në kuadër të sfidimit të kulturës së pandëshkueshmërisë. Faktet apo të dhënat që publikohen gjatë emisionit nuk shprehin mendimin apo pikpamjet e donatorit.